Përshëndetje, miq dhe shikues të gazetës Demos. Janë disa personalitete që nuk ka nevojë për prezantim. Mirë po na duhet një kronologji se kush është dhe pse është sot në intervistë. Pse veç e dini, jemi në kohë fushate, por personalitetin apo personin që kam përballë është njëri nga njerëzit që në Rafsh Dugaxhinit dhe në gjithë Kosovën njihet si doktor shëruesi, sepse gjatë luftës qindra mijë pacient të cilët ishin ushtarë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, po edhe qytetarë të cilët gjatë luftimeve u plagosnin apo edhe pësonin lëndime të tjera, qoftë nga granatat apo mjete të tjera luftarake, i binte për hise dhe për duar që t'i shëronte. Ishte edhe njëri nga kryetarët e parë të komunës së Pejës, personalitet në vete, doktor, i cili ka bërë mrekullina tek pacientët e vet. Ai i është rikthyer edhe një herë garës që t'jetë në fronin e Pejës dhe ta drejtoj Pejën drejt qytetërimit të qyteteve, ose që të prinë drejt qyteteve evropiane, apo më të bukura e më të mira, si që ka dhe vetë pozitën Peja. Me mua sonte në intervistën e radhës është doktor Ali Berisha. Mirë se erdhe, doktor. Mirë se u gjeta, faleminderit shumë për këtë intervistë. T'lash pak me prit mirë, po atë shumë kisha informacione kush je dhe çka ke bë, se cila më do ke ma e pak se tjetra që moj me dha një epitet, kështu që u mundova në fjallë shkurta, ke qenë kryetare. E përfundove mandatin, një kohë jashtë politikës prapje rikthi. Ka kjo energji, pse? Ju e dini që para 12 vitesh është bo ndrimi i pushtetit në Pejë, formën demokratike përmes votës, dhe mbani mend kohën e dorëzimit pushtetit në atë kohë për kryetarin aktual të Pejës. Para 12 vitesh ka qenë një procedurë normale e dorëzimit të detyrës dhe bartjes funksioneve të kryetari aktual. Dhe në këto 12 vite kemi shpresu që Peja ka mu avancu në shumë projekte zhvillimore të saj, mirë po e kemi pa që Peja jo që nuk avancu, po përkundrazi në shumë aspektet të saj, vetëm është shkatru. Jo që s'ka pas projekte të avancuara për zhvillim, po edhe ato që kanë qenë ekzistuese nuk janë mirë mbajtur që është duhet, dhe sot qytetin e Pejës e kemi në një situatë jo të mirë zhvillimit të saj. Tu e pas për bazë këtë, ne me një ekip të njerëzve të cilët janë jashtëzakonisht profesional, kemi ndërtu qysh para një viti një koncept të garës për qytetin e Pejës, në mënyrë që të rikthehemi me një projekt, që është projekt zhvillimor për këtë komunë, dhe që është projekt i cili një farë forme do të avancoj dhe këtë stagnim që ka sot aktualisht Peja të ndryshoj, dhe Peja të merr atë hovin e saj zhvillimit që kishte dikur. Është e njohur që Peja është qytet jashtëzakonisht aktiv në jetën e tij, sidomos në vitet e përparme. Ju e dini që Peja i ka pas bizneset më të zhvilluara, ande ka biznese, po hapësirat i kanë jashtëzakonisht të limituara të funksionimit tyre, mandej ka qenë një qytet i cili ka bardh sferën zhvillimit, jo vetëm Dugaxhinit, po edhe të Kosovës, me dy asetet jashtëzakonisht të fuqishme të saj, siç është turizmi dhe bujqësia, dhe në këto vite mendojmë që ka një stagnim total të gjitha këtyre aspekteve, dhe Peja në këtë stagnim e don një ndryshim, kërkon një ndryshim, dhe qytetarët e Pejës çdo ditë më tepër po bindën që ky ndryshim duhet ndodh, po nuk duhet ndodh puturu, po duhet ndodh përmes një projekti i cili ofron zhvillim.
në qoftë se ato që kanë qenë premtimet kaluaras do t'ishin të realizuara në komunën e Pejës, sigurisht që asgjë do ta kisha marrë mundin të rikthehem. Mirë po tu e pa këtë situatë çfarë është sot, po rikthehemi në kandidaturën tonë për komunën e Pejës, presim vlerësimin këtij projekti qytetarëve të komunës Pejës dhe presim një mbështetje për këtë projekt, jo për individin, por për projektin zhvillimor që është i komunës Pejës, dhe besoj ato që ka janë në këtë projekt do të jenë të realizuara një për një, pasi që janë të bazuara në nevojat qytetarëve, të bazuara në buxhetin aktual dhe buxhetin në tendencë të rritjes që ka komuna e Pejës, dhe gjitha këto projekte jam i bindur 100% që do të jenë të realizuara. Kryetar i degës për edhe për ta thirrë emrin kryetar, ndoshta mas 12 tetorit do t'jesh, mirë po kanë kaluar 3 palë zgjedhje që prej se ke përfunduar mandatin. Si është për të 12 vjet pen, pak a shumë folë mirë, po pak në detaje, ku është ajo smundja Pejës si doktor që ke identifikuar dhe duhet me trajtuar dhe çka ka dështu në Pejë, pse nuk është Peja cilën e kemi pri që ka me pas një zhvillim duke ditë premtimet edhe ato garancat që kanë dhënë. Po në Pejë, pothuajse 2 palë zgjedhje janë fituar me një projekt që është madhor për qytetin tonë, një projekt që ka qenë ëndër e qytetit tonë, që është teleferiku dhe Borea që është prezentu. Dhe pothuajse të 2 palë zgjedhjet ka pas një mbështetje të madhe të këtij projekti dhe të mbështetje për kryetarin aktual që ka qenë prezentues i këtij projekti. Mirë po shihet që ai projekt jo që nuk është avancu, po përkundrazi ka të degradu totalisht, dhe aty ku ka pas me u ndërtu ai kapacitet i atij projekti e kemi një grop të madhe dhe pa asnjë vizion apo pa asnjë shpresë që në atë formë që është realizuar deri tash do të realizohet ai projekt. Dhe vazhdimisht ka pas tendencë të akuzave të ndryshme, të i akuzu qeveri të ndryshme dhe individ të ndryshëm që nuk po ndihmojnë në realizimin e atij projekti. Mirë po, dështimi ka qenë që në start, pasi që ai projekt ka fillu keq dhe gjithë e kem ditë, e kem proklamu dhe atër që në atë formë që fare qësh ka fillu, është i pa mundur të realizohet, pasi që është fillu dhe është tenderu në mënyrë jashtëzakonisht të mbrapsht të favorizu ekipe në tenderim që nuk do të mund të realizojnë një projekt tillë madhor çfarë ka qenë Borea. Mandej në shumë aspekte në komunë nuk është zhvillu komuna me projekt. Do të thotë për me realizu diçka, një komunë caktuar duhet të ketë projekt, duhet të jetë i detalizuar, duhet të jetë me afate kur mundet me u realizu dhe i analizuar paraprakisht, i diskutuar me qytetarë. Peja nuk mundet mu zhvillu të i po, të i bo. Nuk bën ashtu. Projekti bëhet, diskutohet me njerëz të fushave caktuara dhe realizohet. Ndërsa tu e mendu që je i gjithdijshëm për gjitha gjanat dhe tu i ndërhyj vazhdimisht gjatë kryerjes punëve të një projekti, Pejen e kem këtu ku e kem. Ka raste të realizimit një shkolle të thjesht, do të thotë në realizim të një projekt një shkolle, ka pas disa ndërhyrje, ka pas disa harxime shtesë për shkak të ndërhyrje në projekt dhe mos realizimit adekuat të projektit. E kujtojmë shkollën e muzikës, e kujtojmë projektin e gjimnazit të Pejës, ku në të 2 projektet ka pas humbje marramendse të pareve për shkak të realizimit jo të mirë dhe planifikimit jo të mirë të projekteve të caktuara. Peja për këto vite pothuajse e kemi thënë janë vite të humbura për këtë qytet. 12 vite. 12 vite të kësaj qeverisje dhe
analizone, le ta analizon kushdo, cili është projekti i qëndrueshëm që është realizuar në komunën e Pesë në këto vite. I vetmi projekt që është realizuar është një projekt që është filluar në kohën tonë, do thot para 14 vitesh, ka filluar qasja në lumin në Bistricën e Pesë, në lumin e bardhë. Dhe kjo qasje deri diku është e realizuar. Mirë po me një stagnim enorm. Do thot 14 vjet bre me bo një projekt. Dhe halo kur nuk shihet që është i përfunduar, pasi që ka pjesë të tona që halo s'janë kry. Dhe kjo vonesë, kjo ngecje e tillë është e pakuptueshme, pse ndodh kështu. Dhe kjo të bën të mendosh se diçka nuk ka shkon këtë qytet. Pse kryetari nuk po din, nuk po duan, a nuk po ja dalin? Projekti bëhet, qiten afatet, sigurohet buxheti dhe s'ka qysh me stagnu. Mirë po kur nuk bëhet kështu, po kur veprohet sot që to, nesër që to, nesër të ndryshon mendimi, e fillon dika tjetër, nuk realizohet kështu projekti. Projektet planifikohen, analizohen, qiten afatet, i ki siguru me mjetet për parën, atër realizohet projekti. Kështu që ne kemi një plan bukur konkret, vës ta shohim mobilitetin që shon komunë Pesë. Nëse kalon në kohë sezonën qytet Pesë, ti e kitë pamundshme me qarkullu. Pamundshme se bon orë tëra, peni s'kaj tjetër qytetit. A o bo diçka për këto vite. Për këtë çështje, sigurisht që jo, për kundrazi bëhen eksperimente në kohën më të vështirë qarkullimit në qytet, jo qesin sot një kalim 2 kash, javën tjetër e hjekin dhe i qesin konfuzitet gjithë qytetarët e kësaj komune. Sidomos ata diasporës që vinë gjatë sezonës këtu në qytet dhe e kini kaos total në qytetin tonë. Për këtë arsye ne jemi përgatitur, e kemi bën një projekt caktuar, sidomos edhe për këtë çështje të mobilitetit dhe besoj që të përgatitur i him kësaj gare, besoj që qytetarët e Pesë kanë mi vlerësu këto projekte, pasi që bëhen për krykput për të mirën e qytetarët Pesë dhe kanë me vlerësu këto projekte dhe kanë me dhonë mbështetjen për këtë koncept politik. Zoti Berisha, pi referum edhe të profesioni që ke, a ke bërë diagnostifikimin e problemeve dhe që i dohen qytetarëve me gjithë. Ku mbështetet plan programi? Cilat janë ato ofertat që i Mendoj se nuk ka gjithdijshëm. Kur do që mendon që është i gjithdijshëm për gjitha problemet, e ka gabim. Dhe ne tu i bazum këto, kemi thirr njerëz, kemi konsultu njerëz, kemi analizu. Dhe kur jem dal me qëtë projekt të këtij programi zgjedhor, është i bazum në ekspertizën e njerëzve që i njohin lami të ndryshme. Dhe pas diskutimeve të shumta, e kemi një program zgjedhor i cili përfshin shumë lami, po që ka në prapavi punën disa vjeçare të shumë njerëzve ekspert lamive të ndryshme. Dhe tash me këtë projekt që e kemi, vim para qytetarëve jo si mendim i një individi, po si mendim i një ekspertizë të caktuar e cila ka mu realizuar në këtë qytet për 4 vite tashme. Dhe besoj që kjo ka me qenë një zgjidhje e mirë për gjithë qytetarët e komunës sonë. Ku bazohet, cilat janë shtyllat e programit, pak a shumë nëse mund Ne kemi identifikuar si problem të madh mobilitetin në qytet. Dhe për këtë arsye kemi ofruar një projekt që i përbën disa ndërhyrje të mëdha strategjike në krejt infrastrukturën e qytetit. Në një është rreth qarkullimi. Do thot një qarkore e qytetit është një zgjidhje e mirë për mi zgjidh problemin e qarkullimit në qytet. Dhe ajo qarkore do të filloj nga stadioni Karagaç i basketbollit, do të shkoj ka pjesa ka Peshnicës dhe do të zbres rrugën deri te spitali dhe do të lidhet me rrugën e Rrugovës. Dhe me këtë pjesë
një pjesë e madhe që qarkullojnë nga fshatrat të shumta të qytetit tonë, si që është këto të Lugut Baranit, mandej qytetarët që vinë prej Deçanit dhe për pjesë tjera të Dugaxhinit, ka nevojë për shërbimet spitalit, ka nevojë për me qarkullu ka rrugova, nuk ka nevojë me hy ka qendra, po do të qarkullojnë përmes asaj qarkore. Do të rregullohet mirë tranziti. Tranziti i qytetit sot pothuajse është i pakalueshëm, sidomos për kerret vogla është problem të qarkullohet pa ndonjë defekt gjatë atij qarkullimit. Dhe tranziti do të rregullohet ashtu siç duhet, do thotë me trotuare, me stazat biciklistave dhe do të jetë një rregullim i mirë e asaj pjese. Në pjesën tjetër, qarkores do të fillohet nga fabrika tullave, nga tabjet nelt, ka gjimnazi dhe do të zbret prapë te spitali dhe rruga për rrugov. Krejt ata që qarkullojnë nga Istogu dhe fshatrat e Podgurit edhe ajo pjesë nuk ka nevojë nëse dojnë me qarkullu për këtë pjesë me hynë qytet. Do të bëhen disa ndërlidhje të bypasseve, të lagjeve të caktuara me këto qarkore. Do thotë që ky projekt i parë është i kushtueshëm 10 milion, ndërsa për këto bypasset janë të planifikuara 2 milion euro të lidhjeve të rrugëve të ndryshme të kësaj pjesë të lagjeve të qytetit me qarkoren. Kjo një mas të madhe do të zhgarkoj qytetin. Gjithashtu është planifikuar... Për 4 vjet kjo? Për 4 vjet. Për 4 vjet do të jetë e realizume e krejt që kjo qarkore. Gjithashtu është planifikuar një nënkalim. Shumë qytete kanë ndërtu nënkalime, kanë bë zgjidhje të caktuara. Ndërsa qyteti jonë jo se s'ka pas vizion qysh me e bë këtë punë. Një nënkalim do të ndërtohet nga ura Gurit deri te semaforet. Pasi që aty është një pengesë e madhe e qarkullimit, pasi që ka qarkullim këmbësor shumët nga qendra e qytetit te Qarshia gjatë. Dhe aty as nuk ka semafor as kur gjë, dhe vazhdimisht ka qarkullim në zebrat që janë të shtrira aty. Dhe kjo pjesë e qarkullimit njerëzve një mas të madhe pengon qarkullimin e automjeteve. Dhe me këtë zgjidhje, automjetet do të kalojnë në këtë nënkalim, ndërsa pjesa sipërme që është para shtëpisë mallrave dhe qarkullimi për të Qarshia gjatë do të jetë e kalueshme për kampsor dhe nuk do të ketë asnjë pengesë. Kjo pjesë do të jetë rregulluar mirë me gjelbrim, me ulse për pushim, me qarkullim të këmbësorëve dhe do të jetë një ndërlidhje qendra e qytetit, Qarshia gjatë deri te mullini Haxhizeka dhe do të jetë një ndërlidhje urbanistike e jashtëzakonshme për qytetarët e Pejës. Një projekt tjetër është zgjerimi i rrugës hyrja qytetit, që është dhe ngushtimi prej Gorenjes, që vjen deri te stacioni i trenit, gjithashtu edhe ajo do të bëhet me 4 kursi dhe do të jetë një qarkullim shumë më i favorshëm deri te rrethi, mandej aty bëhet ndarja për pjesën që vjen ka qyteti dhe pjesa që ndahet që shkon ka stacioni autobuseve. Gjithashtu duhet të ndërmerret diçka, një rrethrrotullim krejt tjetër ku do të bëhet shpronësimi i kondit asaj pjese të kondit që është te rrethi kondirollëve që i thojmë nën qytet, ai rreth duhet heket tash aktualisht, se është bëhet qasharak edhe për qytetarët e komunës Pejës, të ndërtohet një rrethrrotullim i normal që është me 2 kursi, pasi që ky që është aktualisht është pengesë e madhe për qarkullim të automjeteve në atë pjesë. Dhe një pengesë tjetër që është te rruga e Logjës apo te Fura Ahmetit që i thojmë, edhe aty do të bëhet një rrethrrotullim që ndërlidh udhkryqin aty me rrugën që shkon për Logjë, me këto rrugë tjera që hynë qytet dhe dalin nga qyteti, edhe aty një rrethrrotullim që një farmase e përmirëson qarkullimin këtë pjesë. Dhe me gjitha këto intervenime, ne mendojmë që mobilitetin në qytetin e Pejës ka me qenë krejt ndryshe dhe ka me funksionu shumë më mirë. Dhe që tash i numrova, që i përmende 7 premtime. Që keni me bërë në shëndetësi? Është një gjendje jo edhe e bukur
apo e mirë me po në qytetin e Pejës. Po nisim kështu me këto që janë më të nevojshme për qytetarë. Shëndetësia në komunën tonë ka objekte, si objekte është në situatë jo shumë të keqe. Do të thotë si objekte, do të thotë e ka një infrastrukturë jo të keqe. Ka punëtor të jashtëzakonshëm shëndetësor. Një defekt që është në shëndetësi dhe që duhet përmirësohet është mbështetja për shëndetësi. Në vit komuna Pejës ndonë 260.000 euro për shëndetësi. Veç? Kjo është për 80.000 banorë, është katastrofale. Gjithë këta banorë ka plot raste sociale, qoftë se kërkojnë ndihmë në institucione shëndetësore, të shërbimit primar shëndetësor, një pjesë të madhe të banave duhet t'i blejnë vetë. Kjo është e patëllueshme. Kjo është e patëllueshme dhe besoj ne buxhetin për shëndetësi do ta shumëfishojmë. Çështja e dytë, aplikimi i mjekësisë familjare nuk ka avancu. Duhet shumë aspekte, edhe teknologjia informative, edhe forma e komunikimit mes institucioneve shëndetësore, primare, sekondare dhe terciare të jetë i përmirësuar që tash aktualisht nuk është. Nuk u doj me elon shërbimin primar shëndetësor me një pediatër. Duhet bëjmë ma shumë, duhet të stimulojmë doktor të ri që kanë specializimin e pediatrisë, në mënyrë që të ketë pediatër që funksionon të paktën 24 orë. 80.000 banorë me një pediatër. Pediatër, do thot një pediatër punon para dite dhe nuk ka pediatër tjerë në shërbimin primar shëndetësor e kam fjalën, se spitali o diçka tjetër. Mirë po në shërbimin primar shëndetësor duhet të ketë pediatër më shumë. Nuk guxoj me ilon me 10 doktor të pa punë, ndërsa ka ambulanca që s'kan doktor. Ta marrim shembull ambulanca Glloxhanit që janë mbi 20 kilometra larg nga qyteti dhe nuk ka doktor. Nuk guxoj me lënë qendrat kryesore të mjekësisë familjare pa stomatolog. Dhe duhet shërbimet shëndetësore të decentralizohen. Duhet të paktën të kemi 2 qendra të mjekësisë që funksionojnë 24 orë. Duhet të shtojmë shembull ambulanca e Baranit apo qendra e mjekësisë familjare në Baran, para shumë vjetë ka funksionuar me 2 ndrime. Sot punon me 1 ndrim. Nuk guxoj me lënë ashtu. Njerëz nga i lokalitet 20 km më udhëtu për një shërbim shëndetësor pas dite, pasi që s'ka doktor. Edhe aty duhet t'i bëjmë shërbime të paktën në 2 ndrime, në mënyrë që të funksionohet ashtu që duhet. Do thotë gjitha këto janë që pa ndonjë buxhet madh, bëhen vetëm me pas vullnet. Nuk guxoj me rrit stafin jo shëndetësor në shëndetësi. Nuk guxoj me lënë njerëz që marrin rrogën në shëndetësi e nuk punojnë në shëndetësi fare. Ka asë rastesh që nuk punojnë në shëndetësi fare dhe merr rrogë për shëndetësisë. E ngarkon buxhetin e shëndetësisë dhe nuk punon në shëndetësi hiç. Këto raste janë raste abuzive dhe këto raste në qeverisjen tonë nuk kanë me ndodhur. Kështu që edhe shëndetësia në mandatin tonë ka me pa një zhvillim të saj, ka me pa një menaxhim të mirë të saj, e jo situatën që fare kemi sot në shëndetësi. Ku e kemi sportin sot në Pejë? Peja është një krenar me klubin e basketbollit e me sportet të tjera sot. Në vitin 2012, 6 kupa i ka marrë Peja. Sporti pejan, për ata dhe në atë periudhë, Peja ka qenë qyteti kampionëve. Do thotë, kemi pas Besën, kampion të Kosovës në futboll. Kemi pas Pejën në basketbol, kampion të Kosovës. Në handball, kampion të Kosovës. Në Penza ka qenë kampion i Kosovës në basketbol për femra. Do të thotë, shumë ekipe të Pejës në atë ku kanë qenë kampion të Kosovës, pasi që kanë pas një mbështetje, qoftë përmes komune, mes subvencionim,
adekuat, sidomos të disa ekipe që kanë pas vështirë të funksionojnë, po qoftë edhe përmes një bashkëpunimi me biznese ku kem gjetë forma qysh me ndihmu sportin pe janë. Ku o sot sporti i pejes? Në qoftë se shkon me shiku ndeshjen e Besës, që është klubi i zemrës për qytetarët e pejes, e shekulujnë, të merrësht. Ata nuk kanë stadion adekuat për zhvillimin e garave të tyre. Ato që ka janë stadione sot, lojtarë shumë letë mundën mu lëndu, kanë pozicion jashtë zakonisht pafavorshme, që për trenin tyne, që për ndeshje që i zhvillojnë. Dhe nëse e shohim stadioni që kush e disa vjet, është mbet në gjendje të merushme, jo nda buxhete në periudat ndryshme. Pa ato buxhete nuk dihet ka janë. Nuk dihet ka janë shku. Dhe kemi stadionin në qytetit në gjendje jashtëzakonisht të vështirë. Ne e premtojmë që sporti ka me qenë i mbështetur. Nuk ka me qenë form e ndarjes të buxhetit për sport që varet për një drejtori. Asnjëherë. Kemi ndërtu ekipe, borde të përbëra nga klubet sportive. Komuna ka me thonë, mujmë me nda që ka që buxhet për sport. Vetë bordi i klubeve sportive ka me i seleksionu ku mi qua ato pare. Asnjëherë s'keme lanë nga vullneti një drejtori që është politik, me konë përcaktus cili sport ka më mbështet. Edhe në atë ku, e kem pas bordin e klubeve sportive, në atë ku e ka udhëheq në njërën ma fantastike Toni Kuka, dhe i cilit edhe sot e falenderoj, që në atë ku ka ndihmu shumë për sport. Është nda gjithmonë bazuar në nevojat të ekipeve sportive. Edhe tash në tardhmen, keme pas një bord të klubeve sportive, ai bord buxhetin e caktuar që ka me konë shumë i favorshëm, në atë ku edhe kem pas shumë të ndara për sport, lemo tash që buxhetet janë shumë të mëdha, keme nda për sport edhe sportistat. Gjithsesi, bordi i klubeve sportive ka me bë ndarjen varësisht për nevoja, ose ata i dinë mas miri ku janë nevojat, cili klub mu mbështet, cilat stadioni ka nevojë mu intervenu, dhe përmes tyre keme bosh shpërndarjen e buxhetit për sport. Ku e keni kulturën? Peja o njoft për kulturë, sot çka keni me ba? Janë para 12 vjetësh. Do të thotë në atë ku 6 premiera janë dhënë qytetin tonë. Një periudhë caktuame ku teatri i Strebegulli ka qenë jashtëzakonisht i frekventuar, i rregulluar dhe mjaft aktiv. Qytetarët e pesë në atë kohë kanë pas shumë premiera në këtë qytet. Të ekipeve të ndryshme teatrore, po edhe të teatrit këtu të qytetit i cili ka funksionuar jashtëzakonisht mirë. Teatri i Strebegullit që disa herë riparohet, ndërtohet, rregullohet, kërkan funksion. Prapë ki në renovim. Pse disa herë renovohet ulla? Çka u ka ndodhur kështu me këtë teatr? Ku e ki kinoteatrin? Plotëri sot pyesin ku mundë me këqyr një film, qyr duhet. Jo. Kur kush nuk mund të më dhonë spjegim qyr funksionon sot kinoteatri. Kush e menaxhon, çka ndodh me ta. Edhe kinoteatri do t'i kthehet funksioni i tij primar që ka, qoftë për çfaqjet filmave, pasi që është kinoteatr, qoftë për aktivitete tjera. Sot, nëse shkon, kryesisht shfrytëzohet për ndonjë akademi, mirë po beso kur shkon e ulesh në ato ulës aty, edhe shikon kinoteatrin, thu ku je mardh, ka jem ka shkojmë kështu. Me gjitha këto stagnimet përgjithshme, kulturën, sportën, çdo lamit këtij qyteti. Prandaj ky qytet e don një menaxhim tjetër. Kryetar, pak tërthora që e përmendëm,
Peja ka pas një zhvillim ekonomik, ka pas biznesmen, ka pas afarist. Sot, edhe Qarshia vjetër, duket që ka hup atë kuptimin që dikur e ka pas, që takoj ke me shku në Peja, me shku në Qarshi. Çka keme bën të zhvillimi ekonomik? Qysh keme pas qasjen me bizneset, me afarist? Çka keme bën për tatimet që po rriten vazhdimisht, po ka ngritje çmime? Cili është programi i Zotit Berisha? Dy janë sferat zhvillimit ekonomik të qytetit tonë. Është turizmi dhe është bujqësia. Mirë po asnjëherë nuk do të me lënë anash mbështetjen për bizneset vogla dhe të mesme. Nuk do të më bë pengesë për ta. Shembull, qytetarët e qendrës qytetit. Këto bizneset e vogla që janë hall me trotuare që ngriten edhe bëhen një pengesë për këto biznese. Ato trotuare kanë mu hek, kanë mu bot favorshme, edhe kanë mu ndërtu në komunikim me bizneset që funksionojnë aty. Për çka na jem për qytetarët, me pas qarkullim të mirë të tyre, mirë po jo me konë pengesë për bizneset sidomos të vogla. Ekonominë e shtetit e majnë po bizneset e mëdha, po bizneset e vogla të mesme janë domethënëse për një zhvillim të shtetit. Dhe këtij aspekti do t'i kushtojmë kujdes. Ne dikur kemi subvencionu bizneset në shuarje. Ajo kulturë jona. Ne kemi shumë e bo për ta. Kemi mundu mi mbajt. Kemi mundu kushdo që punëson. Me qysh mi favorizu. Kemi me e pas një zonë industriale. Peja nuk ka zonë industriale. Kemi me ndërtu një kapacitet një zonë industriale, ku ofrojmë hapësirë për këdo që donë me investu. Pasi që mungesa hapësirave, për ata që dojnë me investu, shumë biznese e kanë shu pejnë, janë shku në qytetet tjera me funksionu. Dhe në këtë aspekt na kemi me pas kujdes. Kemi mundu me e mbështet zonën e Rrugovës ku zhvillohet turizmi. Në zonën e Rrugovës, turistët nuk hargjojnë veç në Rrugovë, po hargjojnë edhe në qytet. Do të thotë qoftë furnizimi me derivate, mandej rruga, dhe gjitha ato furnizimet që i bojnë këtu dhe shkojnë në Rrugovë. Qënë që është rruga për Rrugovë. Do të thotë bizneset në Rrugovë janë sot në hall të madh. Kanë investuar një shumë. Ka kapacitete hoteliere që krahasohen me shtetet më të zhvilluara të botës. Po janë hall për shkak të një pamundësie të qarkullimit. Gjithashtu një pengesë e madhe është edhe rrugët që janë ndërtu. Shembull, në kohën tonë jemi mundu me ndërtu rrugë të kapaciteteve të qëndrueshme. Në atë kohë është ndërtu rruga nga Kuqishta deri në Bogë. Çajo rrugë diçka që është pak më e standardit, pak më të mirë në Rrugovë do të thotë që ndërtu para 13 vjetë. Të tjerat sot ndërtohen mas një vjetë shkatrohen, plot rrugë të tilla. Ndërtohen e zona në hapësira apo në rrugë jo të planifikuara, do të thotë në pasuri private. Ato është problem të legalizohen, se duhet një procedurë për legalizim të tillë. Ndërtimi i kapaciteteve mandej është e pamundshme të ndërtohen ose të merren leje pasi që për ndërtim të tillë nevojitet rruga e legalizuar. Dhe kjo i ka qitë në hall banorët e Rrugovës. Banorët e Rrugovës nuk janë në një stagnim të zhvillimit të tyre. Ka rrugë që janë ndërtu. Asnjë e standardeve edhe asnjë tamam e legalizuar. Kështu që pasojat kanë mu vrejt. Duhet një intervenim i madh, legalizimit aty në rrugëve, mundësi të zhvillimit tyre, edhe çdo kapacitet duhet me e shfrytzu për ndërtim plot kësaj rruge që qarkullojnë për Rrugovë. Pa u ndërtu kjo, pa pas një qasje për Çakor, duhet një intervenim i madh edhe i politikës Kosovës me u bën një ndërlidhje me Çakor. Ndërtimi i një kalimi për Çakor
kam i dhënë frymë ma shumë zhvillimit të kësaj pjesë të rrugovës. Se është ma ofër, qarkullohet ma lehtë, po dhe bëhet një arterie e rëndësishme e zhvillimit të kësaj pjesë të rrugovës. Gjithashtu Radovci do të më dhënë rëndësi, pasi që vizitohet prej krejt Kosovë. Asnjë intervenim që kush e di sa vite për ndonjë investim në atë pjesë. Dhe besoj që ajo pjesë është një perlë e Kosovës që vizitohet prej shumë vizitorëve, kemi më dhënë shumë rëndësi mbështetjes financiare dhe investimin në atë pjesë me qenë një burim i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik edhe të pejës, po dhe më gjerë. Kryetar, peja një që ka ujë sot dush, por mungesa ujit 24 orë në tanë pejën mungon. Kemi të lashe me vërshime, që kemi ato shprehjet e ish kryetarit më hershëm. Ujrat e zeza nuk derdhen askund. Çka kemi bën me këto probleme, këto tria që i ceka dhe cili është intervenimi që e keni bërë? Keni ndonjë planifikim apo program që keni bërë? Peja ka dy burime të furnizimit me ujë. Ka burimin e zi që i thojmë, që furnizon 500 litra në sekond, dhe burimin e drinit bardh që i ka gjithashtu 500 litra në sekond. Në qoftë se do të ndërtoheshin kapacitete akumuluese dhe në qoftë se do të mbikëqyrej mirë humbjet që bëhen në ujësjellës, peja s'kish me pas problem asnjëherë për ujë pijes, pasi që këto kapacitete janë për 350.000 banorë. Mirë po është një problem që keq përdoret shumë ujë, edhe nuk kem ndërtu kapacitete akumuluese. Në kohën tonë është ndërtu një kapacitet, kjo pjesa qendrore e qytetit ka pas përpara probleme me ujë që shkan sot pjesë tjera, shtat shtatori, Xhemal Koda dhe pjesë tjera qytetit, kanë sot shumë probleme me. Mirë po në atë kohë edhe këto pjesë tjera kanë pas. Po është ndërtu, do thot mbi gjimnaz, një kapacitet akumulues, edhe kjo pjesë tash ka shumë ma pak problem. Do thot duhet me pas vizion. Nuk duhet me këshyr veç kush ka kompetenca. Ti je kryetari i qytetarëve tu. Duhet me këdo me bashkëpunu për të mirën e qytetit tonë. Në atë kohë kem bashkëpunu, kem ndërtu kapacitetet e akumulimit dhe kem zgjidhur një problem të një pjesë të qytetit. Duhet me pas këtë qasje që ujit është pasuria më e madhe që e ka peja. Dhe në këtë drejtim duhet me intervenu, me pas investime, kudo që është defekti, me mundu, me esanu, njërë që me pas ujtë të bollshëm në qytetin tonë. Këto mundë me bo. Mundë me bo në dy forma, duhet pas inspektor ma shumë, që e mbikëqyrin humbjet e ujtë, keqpërdorimet e ujtë, dhe ma primari është ndërtimi kapacitete akumuluese, ku akumulohet kur ka ujë boll, kur ka të rreshura boll, kur ka qarkullim të mjaftueshëm dhe shfrytëzohet në kohën kur ka ma pak të rreshura, ma pak qarkullim të ujit dhe kështu njëherë për gjithmonë zgjidhet problemi i ujit. Gjithashtu një problem i madh që duhet të zgjidhet është çështja e ujitjes. Pasi që ndërtimi i pendave, shumë penda, në këtë periudhë na ka rënë shumë me i vizitu gjitha lokalitetet. Pendat nuk janë ndërtu në aspektin profesional mirë. Sot ki plot kanale të ujitjes të ndërtuara që s'ka ujë fare. Dhe ato kanale janë vetëm hudhje e paras publike për asnjë shfrytëzim. Për ata duhet një studim i fizibilitetit plot të ndërtimit pendave, ndërtimit kanaleve të ujitjes dhe të shfrytëzohet ashtu që duhet këto kapacitete të ujit për ujitje në qytetin në fshatrat të komunës Pejës. Gjithashtu edhe në këtë aspekt, ndoshta duhet kapacitete të grumbullimit të ujnave, ku ka pas studime edhe përpara në këtë drejtim, ku të ndërtohet ndonjë mini bazen i caktuar për vendet caktume dhe mandej të shfrytëzohet për ujitjet mjaftueshme, pasi që kjo në masë të madhe kish me zgjidh problemin edhe të ujitpijes. Gjithashtu
ka plot fshatra sot në komunën tonë që s'kan ujë sjellës. Kjo është e papranueshme. Që peja flen ujë. Na flem në ujë, kem burimet shumë të atujt dhe 20 fshatra të Lugit Baranit ende nuk kanë ujë sjellës. Kjo besoj duhet të zgjidhet dhe bazuar në studimin tonë, në programin tonë, jo 2026-ën, 2027-ën, banorët e Lugut Baranit do të kanë ujë të pijes. Do të kanë ujë të pijes të mjaftueshëm, sikurse gjithë qytetarët e pijes. Gjithashtu ka shumë fshatra në Rrugov që s'kan ujë të pijes. Për shembull Shkreli, mandej jo të mjaftueshëm kanë edhe Boga, edhe shumë fshatra tjera nuk kanë ujë të pijes të mjaftueshëm. Kjo duhet të zgjidhet. Duhet të zgjidhet me investim, nuk është gjithçka asfalti. Nuk duhet gjithçka me qunë në asfalt. Po duhet e para ujë të pijes, kanalizimet, mandej edhe asfalti. Me kanalizimet dhe me rreshtet, çka kemi bërë? Në shumë fshatrat të komunës Pejes, kanalizimet janë përmes grupave septike që nuk ka zgjidhje. Nuk ka zgjidhje, ne kemi me planifiku impiante të ndërtimin e impianteve të ujnave të zeza në shumë lokalitete. Jo në çdo fshat, po në bashkësi lokale, ku është bani fizibilitet, shembull fshatrat e Lugut Leshanit, ato që janë disa bashkësisë lokale të Leshanit, është një projekt ku do të ndërtohet impianti ujnave të zeza në pjesën përfundimtare të asaj pjese dhe do të jetë i zgjidhur një herë për gjithmonë kanalizimi i asaj pjese. Do thotë përmes impianteve ujnave të zeza, pasi që na jem ka shkojmë ka integrimet, kur kush nuk të pranon me këtë situatë tonë në çfarë e ki, sidomos me ujnat të zeza. Kryetar, 15 premtime edhe që janë imediate për qytetarët. Ka paret, e cekën në fillim që duhet ndarje buxhetore. Buxheti i komunës Pejes për 4 vite është ofër 50 milion. Dhe gjitha qëto projektit infrastrukturore që e përmendëm, krejt këto kushtojnë dikun 24-25 milion. Do të thotë nëse menaxhohet mirë i gjithë ky buxhet që ka komuna Pejes, për gjitha këto projekte ka mjaftueshëm. Qofse kes menaxhohet dhe çdo ditë ki telashe me përmbarues dhe merren miliona të komunës për shkak të menaxhimit të keq, atëherë s'ki për kur gjë. Do thotë ti nëse e jap një leje ndërtimi dhe pas një kohe tërhekat lejet ndërtimit, ti ki me qenë i tangum nga përmbaruesi, nga vendime gjyqësore dhe ki me pagu miliona. Kjo nuk do të ndodhë. Për shkak të ndonjë kaprici ose për shkak të ndonjë inati ose të tërheket leja, të bëhen si gjana që nuk duhet, kryetari i komunës o menaxher i buxhetit, po është udhëhes i buxhetit të qytetarëve të komunës. Dhe nuk duhet të ketë inate me kërkënd. Duhet menaxhoj ashtu që duhet. Udhëheqja me inate e ka shkatruar këtë qytet. Kjo duhet përfundoj. Pra, me zotin Berisha në krye të Pejes, inatet zhduken. Nuk ka inatet në momentin kur e fiton pushtetin në komunë. Ti je kryetari i gjithë qytetarëve. Nuk je një partije mo. Ti je gjithë qytetarëve. Gjithë qytetarët ty duhet me konsideru udhëhes të tyre. E jo me të konsideru është një grup, pasi që ki bo diskriminim të një grupi të caktuar. Ki bo diskriminim dhe nuk të konsideron si kryetari i tyre. Kështu që momentin kur qytetarët kanë zgjedhur si kryetar, je kryetari i gjithëve. E fiton Pejen me ballotazh, pa ballotazh, je kryetari i Pejes si e sheh? Ti jemi real, mendojmë që e fitojmë me ballotazh. E fitojmë me qytetarë. Bëni koalicion me këto parti që mbisen? Ka shumë kandidat për kryetar të Pejes. Ka shumë kvalitet në kandidaturat të tyre. Dhe besoj që Peja sigur shkon në balotazh. Ne mendojmë që jemi kandidat për balotazh. Dhe mbas balotazhit jemi të sigurt që do të jemi fitues të zgjedhën komunën e Pejes. Ne
kemi me pas koalicion me qytetarët komunës Pes. Pas rundit të dytë, pas rundit parë, kemi me qenë aktiv në shumë lokalitete. Kemi me kërku mbështetjen edhe për partive politike që nuk janë garë. Dhe në këtë formë besoj që kemi pas mbështetje në shumë qytetarëve dhe besoj që do të jem fitues të këtyre zgjedhjeve që po vinë. Kryetar, nëse s'kam pyet diçka lirisht, për ndryshe, 1 minutë i ki drejtoje qytetarëve, sepse deri me 12 tetor ka me kanë edhe një masë qytetarëve të rit Pes që kanë me votu për herë të parë dhe gjithë pejonëve pse do të me votu zotin Berisha. Qytetarët e Pes besoj që në veprime e këtyre viteve më kanë sprovu. Do të thotë qeverisja 6 vjeçare në komunën e Pes ka qenë qeverisje për gjithë qytetarët. Dhe në atë kohë janë bërë disa projekte, edhe pse e kem pas buxhetin jashtëzakonisht limituar. Na e dim që kem fillu. Kem fillu me një buxhet për 900.000 euro në investime kapitale. Dhe në atë kohë janë bërë bukur do projekte që janë qëndrueshme edhe sot e kësaj dite. Që ato projekte kanë mbetë në këtë qytet. Dhe bazuar në të, bazuar në përvojën, bazuar në komunikimin, bazuar në fjalën e dhënë. Ju premtoj qytetarët Pes që në komunën e Pes ka mu qeveris drejt. Ka mu qeveris që ashtu që duhet për qytetarët. Jo duke i mashtruar. Asnjëherë. Unë nuk e di, po të qeverisësh gjithmonë duke mashtru qytetarin është forma më e keqe e mundshme. Dhe për këtë gjë besoj që gjithë ata që kanë mashtru qytetarin e komunës Pes kanë me marrë ndëshkimin kësaj radhe. Pasi që oferta jonë është ofertë jashtëzakonisht serioze, e bazuar në projekte, e bazuar në buxhet dhe besoj që me 12 tetor do ta marrim mbështetjen për qeverisje me Pes. Faleminderit shumë. Do të marrin për fjalë, kryetar? Sigurisht. Faleminderit. Faleminderit për jush. Pra pejon të dashur e patë atë garancën që dha zoti Berisha, kështu që deri me 12 tetor koha po ecë, mirë po merrni për bazë garancat, sepse për 4 vjet vetë keni me bajt pasojat si qytetarët e Pes, andaj për mos me i bajt pasojat, por me pas një rrugë drejt, deri me 12 tetor mendoni mirë, ku shkoni te kutia, votoni për më të mirën. E ne shihemi në intervistën tjetër.